Kryeministri Edi Rama ka mbledhur këtë të premte grupin parlamentar të PS-s. Rama e nisi fjalën me integrimin në BE, ku tha se Shqipëria brenda 2 vjetësh përmbushi kushtet për negociatat. Në një hark kohor relativisht shumë të shkurtër, prej vetëm 2 vjetësh, Shqipëria të përmbush të gjitha kushtet për të mbyllur negociatat e antarësimit. Sikundër e kemi të qartë nga plani që kemi në tryez, i dakordsuar me Komisionin Evropian, dhe sikundër e kemi bërë të qartë edhe për opinionin publik. Sfida për të gjithë sektorin prodhues dhe po ashtu për institucionet do të jetë e shumëfisht. Kryesocialisti u shpreh se Shqipëria nuk e ka lirinë të diskutojë me Bashkimin Evropian pas negocimit. Sipas tij, kushtet për antarësimin e vendeve në Union kanë ndryshuar me kohën. Ai shtoi gjithashtu se sot vendet e Ballkanit Perëndimor kanë më shumë kushte për antarësimin. Kemi pasur deri më sot disa raste që në mënyrë natyrshme procesi i diskutimeve dhe i miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me antarësimin Bashkimin Evropian është vonuar apo është marrë lehtë si një proces ku ne kemi lirinë të fusim duart sipas opinioneve tona. Ne nuk e kemi këtë liri, që të jemi shumë të qartë. Ne kemi lirinë që të negociojmë me Bashkimin Evropian, por nuk kemi lirinë që pasi negociojmë të diskutojmë. Që do thotë, negociatat mbi një draft që hyn në të gjithë mekanizmin e gjerë dhe kompleks të arkitekturës së ligjit evropian, negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Mëtej, Rama u ndaj tek siguria ushqimore. Ai deklaroi se edhe në Shqipëri, ashtu si në vendet e tjera të BE-s, ushqimet mund të bllokohen nëse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Rama paralajmëroi se nuk do të ketë falje për askënd dhe për asgjë, pavarësisht pretendimit për nevojën për të punuar. Gjithashtu theksoi se betejë kryesore e Shqipërisë për integrimin në BE do të jetë pikërisht në sektorin ushqimor. Betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor. Për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh, pas antarësimit. Edhe në Shqipëri, ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri. Dhe një super vendosmëri nga ana jonë si vendimarrës për të mos falur asgjë dhe askënd në emër të nevojës që të vazhdoj të punoj, që të vazhdoj. Gjithsekush do të vendoset në pozita shumë të forta përgjegjësie dhe pune. Në fund të fjalës së tij, kryeministri kishte disa porosi për deputetët. Ai u shpreh se deputetët duhet të zbarkojnë në terren, një punë që sipas Ramës filloi mirë pas zgjedhjeve. Rama shtoi se 83 mandatet e fituara nga PS japin një ngulm të papar për të përfunduar dhe për të realizuar premtimet e dhëna.